për interesimin e për gjithçka tjetër. Mirëmëngjes Art. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty për kohën që e ke nda me neve më tepër informacione rreth tenisit në Kosovë, si sport, si teren, si interesim prej trenjve, prej prindërve, sepse e dim që ashtu siç shumica e sporteve ose sportin përgjithësi që përdoret ndoshta më tepër edhe për me u largun prej jetës dinamike, me bo një rutinë pak më të shëndetshme. Në anën tjetër, prej prindërve zakonisht sporti po përdoret edhe si formë për me i largu fëmijët prej teknologjisë edhe kësaj dinamikës tjetës edhe një informacioneve të shumta cilat ata po i marrin edhe në kohë që nuk ju nevojiten fare. Po fillimisht ndalemi tek ty. Qysh ka fillu karriera jote fillimisht si trajner i tenisit? Unë si kam qenë lojtar i tenisit vetë, domethënë kam marrë pjesë në gara vendore dhe ndërkombëtare. Po në mosh kogja të re, faktikisht, pas shkollës mesme, kom vendos që mës me u shkyq nga tenisi, po me njëherë kom vazhdu, kom themelu klubin e tenisit Hot Shot. Domethënë kemi fillu aktivitetin në vitin 2017, kurse zyrtarisht jemi themelu në vitin 2018, ku dhe jemi regjistru në gjitha institucionet sportive shtetërore si Ministri e Sportit, Komune e Gjakovës, Federatë e Tenisit, Komitet Olimpik dhe në gjitha këto institucione jemi klub me drejtat pilota. Që nga ajo kohë kemi, si që të seke, kemi ofru edhe tenisin, domethënë si një opcion për të rinjtë e Gjakovës. Sporti, si që dim, është një platformë shumë e rëndësishme për me ju instalu shprehit të shëndosha fëmijëve që në moshë të re. Dhe jemi shumë të lumtur që kemi ofru këtë mundësi. Ato kupat mbrapa që po i shohim, a janë kupa individuale që i ke fitu gjatë kohës kur ke qenë lojtar, apo tashmë bashkë me klubin Hot Shot? Këto faktikisht janë vetëm kupat që i ka fitu vllau, domethënë në drejtimin tim si trajner, pasi që edhe vllau ka qenë një ndër lojtarët e parë të klubi kur e kemi hap. Kurse kupa tjera që do t'i përmendim edhe tash i kanë nxënësit tjerë në shtëpitë e tyre, i ekspozojnë ata. I ekspozojnë ata, por që mendimin e juaj si trajner kanë qenë të mundura me i marrë dhe me i dërgu në për shtëpitë e tyre. Pri cilave grup mosha bëhen pjesë e tenisit zakonisht edhe deri në cilën mosh a ka një kufizim? Fillojmë prej moshës 6 vjeçare. Kurse pastaj nuk ka limit, mundun me luajtë edhe moshat e treta, tenisi, si që dihet, luhet nga gjitha moshat, po për momentin, për shkak të kushteve që kemi në Gjakovë, nuk kemi terrene adekuate, dhe jemi ndalë vetëm tek moshat e reja, cilat përveç se ushtrojnë tenis dhe na përfaqësojnë në gara, domethënë vendore dhe rajonale, por edhe ndërkombëtare. Kurse së shpejti me kompletim të infrastrukturës, besoj që do të fillojmë me ofru tenisi për gjitha moshat. Kur jemi te çështja e infrastrukturës dhe terreneve të caktuara që duhet gjithsesi me i pas sporti tenisit, a është gjendja e njëjtë vetëm në qytetin e Gjakovës apo në krejt Kosovën? Në krejt Kosovën ka mangësi, por Gjakova është pothuajse më skeçti, nuk ka pas investim kurrë. Është edhe një histori e suksesi, pasi që gjitha çmimet që kemi fitu na si klub, po dhe si qytet në përgjithësi në tenis, kemi arrit pa terrene adekuate, domethënë në terrene të improvizuara, në sipërfaqe të betonit, e cila nuk është sipërfaqe zyrtare, po ashtu dimrit në sipërfaqe me parket, sallat e shkollave janë shumica me parket, dhe as ajo nuk është sipërfaqe zyrtare ku luhet tenis, po gjithsesi pasionin e kemi pas, jemi angazhu, nuk kemi anku, po kemi punu, dhe kemi arrit gjitha këto suksese. Në qytetet tjera të Kosovës, infrastruktura është verore, është pak më mirë, po nëse marrim si infrastrukturë dimrore, gjatë 5 muajve me reshje, në gjithën Kosovën është problem dhe nuk ka terrene të mbuluara, dhe kjo po na penalizon shumë pastaj në
edhe në arenë ndërkombëtare, pasi që një lojtar nga Gjermania, Franca e tjera ushtron 12 muaj në terrene adekuate, kurse na 5 muaj i humbim në salla që janë me gjatësi më të shkurt ose me sipërfaqe jo duhur. Tashmë, ka bisedime me komunat, jemi tashmë këtë vit, veç se edhe para fushatave zgjedhore, ndoshta është koha e duhur për me shfrydzu, sepse dim që gjatë kohës, kur veç se fillojnë fushatat, janë shumë atleta për me u pranu plot kushte të reja dhe çka është e rëndësishme ky kusht duhet me u përmbush, sepse ashtu që përmendet në krahasim me vendet perëndimore, që ndrojmë shumë më keq sepse sa i përket kushteve. Sepse janë kushte që duhet me u përmbush për me arrit rezultate ndërkombëtare në garat në cilat ju e përfaqësoni Kosovën. Po, sigurisht, infrastruktura dihet që është baza e sportit, në cilin pastaj mund është me ndërtu. Në Gjakov, në vitin 2017, është vendos gur themeli për ndërtimin e 4 fushave të tenisit në Shkugës, po nuk kanë vazhdu punimet. Dhe është lajmi mirë është që para 2 viteve kryetari i komunës, Aljan Gjini, ka vetë buxhetu atë projekt i cili veç ka qenë, sigurisht e kanë modifiku pak, dhe kanë fillu punimet para 2 viteve, edhe pse me intensitet të ulët, po tash janë afër 80% të kompletune dhe po pritet që si vjet me fillu ushtrimet në atë kompleks në Shkugës, që është një mundësi shumë e mirë për ne me ngritë tenisin në një nivel tjetër, edhe për nga kualiteti i ushtrimeve, për nga sukseset, po edhe për nga organizimi i garave vendore, po edhe ndërkombëtare, që do të kontribonte edhe në zhvillimin e turizmit sportiv në Gjakov, po ashtu do të kishim mundësinë edhe lojtarët e klubeve tona që me qenë garus si vendas, pasi që deri me tash edhe garat e klubit tonë për shembull që kemi zhvillu në Pej, në mungesë të infrastrukturës në Gjakov. Për shembull ishte rasti vikendin që lan pas, organizuam garën për mosha deri 11 vjeç në nivel Kosovës, ku morën pjesë garus më të mirë nga gjithë Kosova, po pat për pjesëmarrje edhe nga Maqedonia. Edhe pse pat sfida logjistike, pasi që prej Gjakovës në Pej po përfundoi me sukses. Dhe me kompletim të terreneve, atëherë do të kemi mundësi që me qenë edhe me organizu në Gjakov, po edhe lojtarët tonë me qenë vendas, që dihet se në sport është një përparësi për lojtarët. Thojmë që në 2025 veç se të finalizohet gjithçka, pasi që puna qenë ka ofër, edhe po e besoj që tashmë para se me u liru mandati ose para se me ardhë koha me vazhdu edhe një mandat tjetër, veç se punët e tilla cilat janë në përfundim gjithsesi që do të kompletohen. A është veç çështja e terreneve dhe fushave të caktuar problemi ose sfida kryesore që ju e keni në sportin e tenisit? Kjo është kryesorja, pasi që pak ta nuk vazhdohet tuti, dhe më thonë, na kemi arrit shumë suksese me gjeneratat talentune që i kemi pas dhe që i kemi, po na ka met, dhe më thonë, një peng, pasi që kemi potencial për shumë më tepër se kaq, edhe hapi që duhet për me na ndihmu me ngrit, dhe më thonë, suksese në nivel tjetër është infrastruktura së pari, po përveç kësaj, si që dihet, tenisi është edhe sport i kushtueshëm kur mendon me ndjek garat e ndryshme, domethënë, dhe po ashtu edhe financat, domethënë, janë një problem. Domethënë, bara kryesore bie prindve të lojtarëve dhe plot gara nuk kemi mundësi dhe me ndjek për shkak shpenzimeve. Tash është ligji për sponsorizim në sport dhe ne jemi të hapur për ndonjë biznesmen që është dashamirë i tenisit ose i sportit që me bashkëpunu dhe me na sponsorizu në këtë aspekt. E përmendet edhe ma herët, kur ishim duke bisedu për kupat edhe medaljet aty mbrapa, thatë që tashmë një pjesë ndoshta më e madhe kupave cilat i keni fitu i kanë nxënësit e juj në shtëpitë e tyre. Cilat janë sukseset cilat bashkë me klubin e juj edhe me këta të rinj i keni fitu? Qysh qëndron realisht Kosova, nuk po flasim prej qytetit në qytet, mirë po ndoshta në pak më gjerë, në rajone dhe në garat e tjera
tjera ndërkombëtare, sepse fillimisht bëm krahasimin edhe me Gjermaninë dhe Francën, cilët kanë kushte, po besoj shumë, po shumë më të mira se sa ato që këta fëmijë, këta të rinj cilët merren me sportin e tenisit në Kosovë përballën çdo ditë. Po, tash si vjet po hym në sezonin e 9 të klubit të tenisit Hotshot. Gjatë kësaj periudhe, përveç se kemi ofru kurse tenisi, kemi arritur edhe shumë suksese, duke filluar nga 35 vendet para në nivel të Kosovës dhe të rajonit, ku kemi marrë pjesë, shumë vendet dyta të treta. Po ashtu kemi marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare, po siç e theka atje është konkurrenca shumë e fortë dhe kemi arrit me fitu një ndeshje historike që është për komunën e Gjakovës, po jo më tepër se aq. Presim që në të ardhmen në përmirësim kushteve me pas sukses edhe atje. Kurse në rajon, për shembull, tash muajin që shkoj në mars, morëm pjesë në turneun Albanian Bowl, që ka qenë turnej i trevave shqiptare, u kanë marrë pjesë lojtarët më të mirë, 92 lojtarët më të mirë nga Kosova, Shqipëria dhe Malizi. Aty dolëm klubi më i suksesshëm, domethënë nga gjitha treva shqiptare, ku nga 11 kategori që u zhvilluan gjithsej, ne arritëm me fitu 2 nga ato. Dhe as një klub tjetër nuk arriti me fitu 2 vendet para, domethënë, përveç nesh. Po ashtu kemi pas suksese edhe në turnej rajonal në Tiranë, në Shkup, dhe domethënë kryesisht kemi marrë pjesë më tepër në Kosovë, po edhe në rajon kemi filluar me i tregu ato aftësitë tona. Tashmë thatë që ka interesim, shpresojmë që edhe gjithçka të përmbushet, sepse i përmendet edhe sukseset e shumta që me klubin e ju i keni pas, edhe po besoj që me plotësimin edhe disa kushteve të tjera, këto përvoja dhe këto suksese do t'jenë akoma më të mëdha. Çfarë ju kishe thonë prindve cilët janë tashmë duke na ndjek për momentin, edhe që cila do t'jetë ajo arsyeja kryesore që me i dërgu fëmijët e tyre në sportin e tenisit? Tashmë kur kemi mundësi me zgjedh shumë fusha, jo vetëm në sport, mirë po edhe në aftësimin e shumë aftësive të tjera, gjuhëve programuese, gjithçka tjetër që tashmë në ditët e sotme është po besoj pak edhe komerciale. Po, më falë se unë harrova edhe me potencu, se viti kaluar ka qenë viti më i suksesshëm. Për ne si klub kemi arrit 10 vendet para, 9 vendet dyta, 7 vendet treta, si dhe 6 herë lojtarët tonë janë shpallur si shpresa e vitit. Vetëm e cek edhe këtë sukses. Kurse për tenisi dihet që është sporti më i popularizuar individual në botë. Si çdo sport tjetër ka shumë benefite, po disa që mundem me i cek janë se tenisi përveç se është sport shumë i pëlqyeshëm edhe atraktiv, nuk ka dhe lëndime pasi që nuk ke, domethënë, kontakt fare me kundërshtarin. Po ashtu, tash në Kosovë, nga sportet që i kemi, pasi që dim që shumë sporte na mungojnë, për shembull në shumë komuna nuk ka ende atletik ose gjimnastik ose po di golf e tjera. Tenisi dhe futbolli janë sportet e vetme ku fëmijët munden me u marrë me sport në natyrë, domethënë, pasi që gjatë verës ushtrohen në terren të hapur, kurse sportet tjera, kryesisht basketboll, volejboll, këto zhvillohen në terrene në salla të mbyllura edhe gjatë verës, kurse kjo është një përparësi që i ftoj gjithë që dojnë me kyç fëmijët në sport, po në njëjtën kohë edhe me qenë në natyrë me i sjell në tenis. Art, shumë faleminderit për krejt informacionet që i dhe deri tash, për punën e palotshme. Shpresojmë që tashmë 2025 atë jetë vit i mbar edhe sa i përket sukseseve, mirë po edhe sa i përket krijimit kushteve adekuate, që dhe ju si trajner me mujt me bu akoma më mirë punën e juj, sepse dim që me kushte më të mira edhe performancat e juja edhe të nxënësve që vinë dhe bëhen pjesë e klubit do t'jenë akoma më të larta. Faleminderit shumë për kohën, shpresojmë që herën e ardhshme të kemi këtu fizikisht edhe të flasim për sukseset tjera të klubit. Faleminderit për mundësinë. Herën tjetër ju ftoj në Gjakovë me bën historie të bukur ku mundi me marrë edhe pamje edhe intervista nga talentet e rinj. Patjetër që do të vim. Shumë faleminderit. Shikues, këto është në tashu afru